Lavdi Perëndis që sot u mblodhëm përsëri në këtë shërbes kaq të bukur, të këtij himni akathist, të këtij himni duke qëndruar në këmbë dhe duke i kënduar të tërshenjtës Vigjereshës Zonjë Shëmari me përshëndetjen e kryengjitit gëzou o hir plote, Zoti është bashkë me ty. Sot është stanca e 4 dhe qëndrimi i 4 dhe të premten që vjen, Zoti përpara këndohet gjithë himni akathist i plot me të 4 stancat së bashku. Por le të përqendrohemi tek stanca e 4 ku fillon me këto fjalë, me këtë këngë. Je kështjella e virgjereshave dhe atyre që përikin më ty, o virgjeresh hylince, se të ka dërguar kryetari i gjithdheut, i cili banoi në gjirin tënd, i cili na mësoi të tharresim. Je kështjella e virgjereshave. Duhet dim se Adami ishte i virgjer dhe nga trupi Adami doli Eva, edhe ajo ishte e virgjer. Por virgjeria, pavarësisht se sot fatkeqësisht e ka humbur vlerën e saj dhe më përpara ka qenë një pasuri si për djemt dhe për vajzat, sot duket diçka e panevojshme, por për ne të krishterët virgjeria është një dhuratë, është një pasuri që duhet ta ruajmë deri në martesë ose edhe për gjithnjë. Zoti Krisht ka disa njerëz të cilët lindin me paftësin për të martuar. Disa ata gjymtojnë rrugës. Disa e shtrëngojnë veten ose e lidhin veten për mbretërinë e Perëndis. Këta janë të virgjerit, njerëzit të cilët nuk martohen dhe ja përkushtojnë gjithë jetën e tyre Zotit. Do dini se të virgjerit që i përkushtohen Zotit janë ajka e njerëzimit. Pavarësisht se ne na duket martesa një gjë shumë e mirë, dhe është vërtet e mirë, dhe është nga misteret e kishës martesa, dhe nga martesa e bekuar burr grua kemi ardhur të gjithë neve, dhe kështu jo vetëm raca njerëzore, por neve të krishterët ortodoks shtohemi e shumohemi brez pas brezi, por virgjeria është jeta më e lartë e përkushtuar Zotit. Sepse, si thot dhe Apostulli Pavli, e virgjera ose i virgjeri i kushtohet Zotit 100%, kurse martuara ose i martuari 50%. Dhe do të dini se dhe ëngjit janë të virgjer, ata nuk martohen, nuk shtohen. Kështu që të virgjerit i ngjajnë ëngjëve. Por kur të vi Krishti për herë të dytë dhe të rikrijojë natyrën tonë njerëzore, ne do jemi me këto trupa, por trupa me aftësi për mos të vdekur, pra të transformuar, trupa të transformuar nga shpirti, të lavdëruar për ata që do jenë parajs dhe për të dënuar ata që do shkojnë në ferr, por do dallojmë mashkull nga femra, por nuk do kemi organe gjinitale, nuk do jemi të virgjër, sepse në ardhen e dytë të Krishtit nuk do kemi nevojë më të bashkohemi dhe të riprodhohemi. Kështu që të virgjërit e jetojnë që në këtë jetë, si them, krijimin e ri të Zotit dhe jetojnë jetën angjëllore. Kryetari ose mbështetja e virgjereshave është Vigjeresha Zonja Shëmari. Dhe i të virgjerve është vetë Zoti Isu Krisht, i cili është dhe ishte i virgjer. Kështu pra, të dashur të krishterë, virgjeria është një dhuratë e madhe që duhet ta vlerësojmë, duhet i mësojmë fëmijët tanë ta ruajnë virgjerinë dhe mos ta hedhin poshtë si diçka të pavlerë, fatkeqësisht ashtu si bota sot mëson, por do ta ruajmë deri në martesë ose për gjithmonë. Është një bekim i madh për ata prindër të cilët fëmijët e tyre mbeten të virgjër për t'u kushtuar mbretërinë e Zotit. Pra kur dikush bëhet një murg ose një klerik, bekohen 7 breza të atij fisi. Pra është një bekim shumë i madh. Por koncepti i virgjerisë nuk është vetëm në virgjeri trupore. Virgjeria është shpirtërore, pa është trupore. Çfarë thoshte Shën Vasili i Madh? Edhe pse ai ishte i virgjër dhe ai nuk krijoi familje,
prap thoshte unë nuk jam i virgjër, sepse njerë në jetën time kaloj një mendim për një grua. Dakord, vetëm virgjëresha Ylincja zonja Shëmari është vërtet e virgjër. Sepse jo vetëm fizikisht ajo ishte virgjëresh. Dhe ishte virgjëresh edhe para lindjes, virgjëresh edhe ku mbeti shtatzan, edhe ku lindi mbeti përsëri virgjëresh, sepse biri dhe fjala e Perëndis hyri tek ajo. E nuk ja cënoi virgjëresh. Doli nga ajo dhe përsëri ajo mbeti e virgjër. Ashtu si një rrezë e diellit depërton xhamin dhe nuk e thyen atë, kështu dhe biri dhe fjala hyri tek ajo, u bë njeri tek ajo, dhe kur doli prap nuk ja si Perëndi njeri nuk e cënoi virgjën. Ky është mister. Prandaj ne themi virgjëresh e përjetshme. Por ai ishte e virgjër jo vetëm fizikisht, dhe mendërisht, kur ajo nuk mëkatoi as me mendim. Këtë na i thon mësimet e kishës, etrit e shenjtë dhe Shën Siluanoj. Thot njeri isha duke menduar, thot në Athos, atje ku ai ushtroheshe në manastir, dhe kisha një mendim, po ndonjëherë me mendim mëkatoi virgjëresha Mari? Dhe më erdhi përgjigja. Ajo nuk mëkatoi as me mendim. Pra ajo ishte e virgjër në mendje, në shpirt e në trup. Prandaj është kryetarja e virgjëreshave dhe të virgjërve. Është shembulli i jetës murgjërore, bashkë me Shën Joan, parentësin edhe pagëzor. Por, të gjithë neve jemi thirrur për të bërë një jetë virgjërore. Edhe ata që janë të martuar, sikur s'janë të martuar, thot Apostulli Pavli. Që do me thënë, edhe për të martuarit brenda kishës ortodokse, kemi periudha që çifti duhet jetoj jetën e përkushtuar, siç është koha e kreshme. Koha e kreshme ku ne jemi, çifti nuk duhet të bashkohet trupërisht, sepse ne jemi duke kreshmuar, jo vetëm nga stomaku, po nga të gjitha shqisat e trupit, nga çdo kënaqësi, nga çdo lidhje trupore. Dhe thot Apostulli Pavli me marrëveshje që t'i kushtohen lutjes dhe agjerimit dhe pasaj të bashkohen që djalli mos ja udhëll. Pra edhe të martuarit e shijojnë jetën virgjërore, por në ardhen e dytë të Krishtit, si shtam që do marrim trupa të ri, të transformuar, të gjithë do jemi të virgjër. Dhe të gjithë do jetojmë jetën angjëllore dhe do jemi bashkë me Zotin, që është i virgjër, me Virgjëreshën Mari dhe me të gjithë shenjtorët. Amin. Le të themi edhe diçka tjetër në fund të kësaj stance të 4 ose qëndrimit 4, ku na flitet për Virgjëreshën Mari për diçka tjetër. Dhe më konkretisht na thuhet: gëzohu tendësimi i Perëndis dhe fjalës, gëzohu shenjtoria më e madhe e gjithë shenjtorëve. Kisha në ortodokse e nderon Virgjëreshën zonjën Mari si më të madhen e gjithë shenjtorëve. Çfarë thot Krishti? Bëuni të përsosur si ati juaj është i përsosur. Siç thot Apostulli, bëuni të shenjtë, dhe ai është i shenjtë. Ne jemi thirrur për të bërë shenjtor. Fjala shenjtor do të thotë ndash nga mëkati, ti kushtohesh Zotit. Dhe kulmi i shenjtërisë, jo vetëm njerëzore, por dhe angjëllore, është Virgjëresha zonja Shëmari. Ajo e kaloi të gjithë krijesave që krijoi Zoti nga shenjtëria, sepse ajo dhe vetëm ajo pati një bashkim unikal të papërsëritshëm me Zotin, që ishte më i lartë se fuqirat angjëllore, se serafimet, se keruvimet, se kryëngjët, ëngjët e gjithë nënt rangjet angjëllore, askush si ajo nuk u bashkuaj fort me Zotin, nuk e deshi aq shumë Zotin, aq më shumë kur flasim për ne njerëzit. Kështu që ajo është shenjtoria e parë, dhe mbas Perëndis triadik, ajo nderohet si Perëndi, jo nga natyra, por nga hiri. Është kryetarja e shenjtorëve dhe na thret të gjithë ne për të bërë një jetë të shenjtë, do me thënë një jetë të ndarë nga mëkati për t'ju përkushtuar Zotit. Dhe mbyllet stanca e 4 me këto fjalë: gëzoti me ancin ngrihen trofet, gëzoti me ancin rrëzohen armiqt. Për çfarë bëhet fjalë? Thamë në fillim fare, kur filluam qëndrimin e parë të himnit akathist, që himni akathist u formulua mbas triumfit i Konstantinopolit dhe humbën persët. Kështu që u këndua ky himn, por kush e dha këtë fitore?
Mbreti nuk ishte në qytet, ushtria nuk ishte në qytet. Ishin vetëm klerikët me kryepriftin, pra patrikun, ishin disa pleq, disa gra, disa fëmijë dhe disa ose pak ushtar. Por kjo fitore nuk ishte e ushtrisë, ishte e Virgjeshës Mari, sepse ajo e dha fitoren kundër persëve. Prandaj dhe këtu i dedikohet asaj kjo trofe, kjo fitore. Por ajo fitore që ajo mbrojti qytetin e Konstantinopolit, që ishte qytet kushtuar Virgjeshës Mari, sa herë është përsëritur në jetën tona. Sa mrekulli ka që Virgjeshja Mari ka shpëtuar qytetet e krishterëve, ka shpëtuar familjet e krishterëve, ka shpëtuar jetët e krishterëve. Prandaj dhe përfundon kështu. Gëzohu o shërimi i trupit tim, gëzohu o shpëtim i shpirtit tim. Të dashur më Krishtin, shpëtimi i njeriut vjen nga Perëndia, Ati me anë të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Por ne themi e përmbi shenjtë yllin se shpëtona. Çdo të thotë e përmbi shenjtë yllin se shpëtona. Jo se Virgjeshja yllin se shpëton nga vetvetja, por ajo shpëton me anë të lutjes, me anë të përgjëratës që bën të biri i saj, me anë të hirit të birit të saj. Kështu ajo na shpëton. Dhe ne kemi një siguri shumë të madhe, sepse kemi një nën tek Zoti ynë Jezu Krisht, tek Ati ynë, që ajo lutet siç lutet nëna babait kur fëmijët e gabojnë, edhe ajo lutet për ne tek Zoti Krisht që ai na mëshiroj. Dhe nuk ka siguri më të madhe që të kesh një nën të tillë të perëndishme në qiell për ne të krishterët për shpëtimin ton. Amin.